Dashur Bahamond Brahimaj, shkëlqësi dhe hirësi shumë të nderuar dhe dashur miq. Mu zgjuaj që u zgjodh për të ardhur këtu duke përqafuar këtë heksagon të dyfisht me kuben e bronzt. Më çojnë mendje muzgun e dy jetëve mbi të cilat në këtë moment ja vlen të meditohet. Duke soditur këtë tempull të përfunduar në harmoni me gjeometrinë filozofike dhe shpirtërore të gjeniut përveçëm të bektashizmit dhe të gjeniut përbotshëm krijimtarisë, më kujtua filozofi Josef Ratzinger, i peshkëve i ardhshëm i Romës. Atëherë ende kardinal, i përshkuar nga një sens murgjëror vëzhgimi të hatashëm, ai pa të shkruar diku se apologjia e vërtetë e krishtrimit është arti. Perifrazes famshmes të klithën të Dostojevskit, e bukura do të na shpëtojë. Nuk e di nëse kjo është udha për t'i përshtatur këtij momenti një fjalë kuptim plot për urdhrin Bektashi, që në intimitetin e ndërgjegjes vet pa të dashur ta ndjek, arkitekti i vërtet i kësaj mrekullie, i ndjeri dhe i paharruari Haxhi Dede Reshat Bardi. Njësoj si Mojsiu, cilit i përnderuar nga Bektashint, po ajsa nga besimet e tjera monoteiste, ju desh të kundronte për slargu vendosjen e popullit të tij në tokën e premtuar, po ashtu Dede Reshati e shes sot të kryer amanetin e tij të moçëm për ngritjen e kësaj faltore, e kësaj mrekullie, pa qenë fizikisht të jetë i mundur këtu mes gjithë admiruesve dhe miqve të tij. Çdo gjë na e thon këtu, duke filluar nga vetë faltoria, e cila nuk gjen të dytë në Shqipëri, është mishërimi i sensit masës, të përmasës, të ekuilibrit dhe të një shije jashtëzakonisht të hollë dhe befasuese. Këtu janë vërtet në të 12 cepat e faltores, 12 imamët, emrat e cilëve ndonse mund të tingëllojnë të huaj, janë për shqiptarët jehone 12 virtyteve njerëzore. Shqipërisht i përcolli tek ne në kujtesën e përbashkët na infrashëri, në të pavdekshme në fletore të bektashinjve, këtë Kuran dhe Bibël dytë të besës son të shenjtruar, duke radhitur krah tyre 12 shtylla të udhëtimit shpirtëror, të vërtetën, drejtësinë, inteligjencën, urtësinë, vllazërinë, dashurinë, miqësinë, humanizmin, besimin, atë dhe dashurinë, përvujtarinë dhe zemërgjersinë. Këtu janë dhe Haxhi Bektash Veliu, themeluesi i urdhrit, edhe vet Naimi, mjeshtri i ligjërimit të tij, të ndarë në mes nga ky tempull i paqt, ashtu siç ndahen në mistikën bektashiane, pa ju kundërvënë njëra tjetrës, lulja e të vërtetës dhe lulja e diturisë. Pa patur kultin e imazhit, Bektashinjt reflektojnë kështu për kujdesin ndaj një rendi gjeometrik dhe estetik shumë të përkor, ndaj një ekonomie të shqisave, e cila është një përshkrim dhe një udhërfyes fillimor i jetës një individi dhe po ashtu dhe të një bashkësie. Faltoria dhe i gjithë ansambli që kemi mirësinë e madhe të jemi këtu për ta përuruar, sot është në fakt simbolikisht dhe realisht kurorëzimi i përlindjes lirisë bektashizmit dhe përmbushja e jetës një njeriu të madh dhe të ndjeshëm, e cila u njehsua katërcipërisht me atë të komunitetit të cilit ai përkiste. Sot dhe vetëm sot, bektashizmi gjen përfundimisht atë të drejtë qytetarie që gjen dhe kujtesa e ndjerë e Baba Reshatit, i destinuar që në fëmijëri të ndjente peshën e rrënimit, dhunën e përçmimit dhe pastaj
doradorazi, belbëzima dhe para të ringjalljes. Një njeri cilit që në fëmiri dhe në rini të hershme, ju skalit karakteri dhe forca morale pas e ira për pjesë të ishte dëshmitar i djegjes së shtëpisë atërore nga diktatura ateiste dhe të cilit ju konsolidua besimi tamam atëherë kur feja varrosej me pahirin e Kërbaçit dhe krimit shtetëror, nuk ishte si të mos e kërkonte shëlbimin në mirësinë dhe bukurinë e natyrës, por dhe në këtë perfekcion të artit dhe të artizanatit të mbrojtur nga dora e besimtarit. Mermer, granit, porfir, vitrazhe me arabeska befasuese për nga rafinimi i tyre, kaligrafia arabe gjithmonë të shoqëruara me transliterim në shqip të emrave të martirëve të besimit betashian, gjenden të gjitha në këtë faltore, jo për të shpallur pelegrinit fuqinë shekullare të një feje apo të një riti, por për ta ftuar në këtë pjesë që të ketë pjesë në pasurinë dhe trashëgiminë e pasosur të përshpirtërisë bektashiane. Kush nuk do të aderonte në fakt dhe kush nuk do të gjente paqen në këto fjalë që i kam nxjerr edhe një herë nga e madhërishmja fletore e Bektashinje të Naim Beut Madh, i cili shkruan: kush përçudnon njerin dhe njerëzimin radhitet mes kafshëve. Njeriu nuk është kurrë në hekura. Në çdo pikpamje ai përket lirisë dhe për çdo veprim të tij ai është përgjegjës. Baba Reshati e deshi, e ndroi dhe e projektoi shumë kohë përpara se sa të kishte mundësitë për ta ndërtuar Selin Bektashiane si një kopësht, ku të kultivoi liria dhe larmia, ku mistika, po aq sa arsyeja dhe kultura të kishin një parcel të zgjedhur dhe të shqueshme që në sy të parë. Një kopësht ku në rrënjët e traditës e vjetrat përtrihej pa u shndruar në risit e shekullit tonë. Nëse kur ne të hyjmë në këtë faltore, do të ndihemi po aq brenda vetes sa dhe në strehën e kësaj çarshie të madhe shpirtërore, duhet dim që poshtë këmbëve tona, tokë me njëri tjetrin, ndodhet hapësira ku përfalet kujtimi i 12 imamëve dhe biblioteka e cila përmban gjithashtu një arkiv të pasur dokumentare dhe një mjedis pushimi për vizituesin. Në shekullin e 21 në Shqipëri nuk mund të ketë ende, projekte të mëdha, jo thjesht natyrës infrastrukturore, por të natyrës civilizuese. Kur Baba Reshati, i cili si shenjtë dhe moçëm në Perëndim, duke se e kishte parapar momentin kur të ndaj nga jeta e këtushme, këmbgulte në gjetjen e mjeteve për ta përfunduar odeonin, mua më përçonte gjithmonë për shtypjen se kishim të bënim me një ndërtesë simbol, me një domethënie unike. Dhe ja ku jemi këtu, ne të mbetur pas ikjes tij dëshmitar të vizionit të jashtëzakonshëm, të njeriu në pamje të parë të zakonshëm, por në thelb të shenjtë. Dhe kjo mrekulli e realizuar mbi vizionin dhe vullnetin e një njeriu aq të zakonshëm, me njerëz të zakonshëm dhe aq të shenjtë përballë gjithkujt ndër ne, e cila shfaqet sot në një fuqi shumë të qetë dhe në harmoni të plot me natyrën e këtij vendi, jam krenar që gjeti mbështetjen e qeverisë son, e cila në fakt, duke mbështetur ndërtimin e kësaj faltoreje, nuk përmbushi thjesht amanetin e një njeriu të shenjtë, por përmbushi një detyrë patriotike karshi bektashizmit dhe të gjithë bektashive shqiptarë. Në rimbëkëmin e këtij ansambli dhe në ngritjen e kësaj faltore, ne kemi qenë jo arkitekt, as administrator, po bashkëthar të përulur
që kemi kontribuar të gjithë së bashku për të përmbushur një amanet që Baba Reshati e përcolli përmes jetës së tij deri tek ne, që t'i lëm brezave një monument i cili për nga mesazhi që mbart, siç do të thoshte poeti i lashtë Horac, do të jetë më jetë gjatë se sa vetë Çeliku. Pa minare, pa gjysmëhën, pa yje, pa të tjera simbolet pasvendësueshme. Një faltore që i përket universit shumë ngjyrësh të fesë islame mund të habis këdo që nuk e njeh Bektashizmin. Them drejtën, unë nuk e di as si, as kur, as në çdo moment, as për çfarë arsye. Tarikati i Bektashimëve ka hequr dorë nga shpallja qartazi dhe prerazi e përkatësisë tij ndaj një universi fetar me një ritual aq të përcaktuar. Por ndoshta kjo ka ndodhur për të mos larguar asnjë udhëtar nga pragu i Teqes, cili do mund të ketë qenë besimi i tij. Si pasuria më e madhe e Bektashimëve, njeriu është aspirata, shpresa dhe pritshmëria madhore, guri filozofal i tempullit mistik, që është në të vërtet çdo teqe apo çdo tyrbe. Në pragun e një teqeje, çdo njeri e ndjen, edhe nëse nuk e kupton, sensin e thellë të këtyre fjalëve të fletores Bektashimëve. Bektashiu nuk përbuz asnjë besim, por i respekton të gjithë, siç respekton të gjithë librat dhe mësimet mbi jetën e përtejme. Nën këtë kube dhe nën këta qiparis, në këmbët të Haxhi Bektash Veliut dhe në vështrimin e Naimit, i krishteri, ortodoksi, katoliku apo ungjillor qoftë, është në shtëpinë e vet. Po ai sa që është muslimani sunit, çdo besimtar, po dhe jo besimtar, çdo filozof, po dhe çdo i panzën, çdo njeri dhe deri dhe çdo ateist i thekur. Në këtë muzikë që po bie dhe në siluetën e këtyre qiparisave, në praninë e kaq shumë njerëzve nga të katër cepat e Shqipërisë, por dhe në praninë kaq domethënëse të gjithë këtyre shtektarëve të lutjes për paqe nga të katër anët e botës, nuk ka se si të mos përulemi të gjithë përpara muzgut të jetës Baba Reshatit. Sepse me synim për afrimin dhe bashkimin, ai në fakt përmes kësaj gjithë pranie vuri në vend një borxh shpirtëror dhe moral ndaj etërve të tij Bektashi. Sot ky është një borxh përfundimisht dhe plotësisht i shlyer. Na lejohet që sot të jemi krenar, qoftë dhe për një moment vetëm, për këtë tempull të ri të bashkëtesës, i cili qoftë dhe sot për një natë, është bërë streha e madhe e Shqipërisë, mali i Tomor, i Aliut dhe Shënelis mes nesh. Me këtë faltore gdhënët në gurë të punuar dhe të fisëm porosia e madhe e bektashizmit, e cila shkrihet në një me atë të rilindasve tanë të ndej. Së bashku me krerët dhe fisnikët, të inkurajohet dashuria, vllazëria, bashkimi dhe miqësia mes tërë shqiptarëve. Të mos ndahet kur muslimani nga i krishteri dhe i krishteri nga muslimani, por së bashku të punojnë, së bashku të udhtojnë drejt dritës pasosur që shqiptari në tërë botën i shquar për diturira kur të mos përpijet nga errësira. Shumë faleminderit.